Në kohën e kalifit të dytë të muslimanëve, Omer ibn Khattabit radiallahu anhu, kishte ndodhur që në pjesët ku jetonin beduinët, në periferi të qytetit, larg diku, një njeri duke ecur me devet e tija, deveja kishte shkuar gabimisht dhe nga kopshti i një bujku që jetonte aty, te ajo oaza kishte ngrënë diçka. Ai bujku i nevrikosur kishte marrë një gur të madh dhe kishte goditur deve. Me ta goditur, e kishte goditur keq, deveja kishte rënë e vdekur në qast. I nevrikosur pronari i deves, sepse ishte një pasuri me të vërtet me vlerë të madhe, e godet edhe ai këtë bujkun plak. Deshti Allahu që edhe bujku aty të ndroj jetë. Dy djemt e bujkut e kishin dëgjuar këtë. E dëgjuan zhurmën dhe më njerë shkuan kur e pan baban të vdekur. Than ti e vrave, tha po unë e vrava. E kapën më njerë edhe u nisën të shkojnë në Medine te Omer ibn Khattabi që të gjykoj. Ja sollën Omerit, than ja Emir el Mu'minin, o prisi besimtarve, ky njeri e vrau baban to. Edhe i mori ato dyja palët që të gjykoj. Dhe e pyeti, a është e vërtet? Tha po, është e vërtet, unë e bëra. Dhe ja shpjegoi rastin se si ka ndodhur. E atëherë Omeri dha gjykim. Tha unë e kuptoj se ti ke qenë në gjendje hidhrimi, po nuk mund të vrasësh njeri për një deve. Prandaj tha gjykimi është që edhe ti të vritesh siç ke vrarë. Tha e pranoj gjykimin tënd, o prisi besimtarve. Po dua vetëm që të më japësh 3 ditë kohë. E tha pse e don këtë kohë? E dua, tha, këtë besë. 3 ditëshe që të shkoj se babai im ka lënë pasuri të fshehur për vëllezërit e mi që janë më të vegjël. E unë kam frikë se po më vrave më ekzekutove tani mua, askush nuk do të mund ta zbuloj atë pasuri, se nuk e di askush ku është fshehur përveç meje. Dhe do të humben pas meje ata, vëllezërit e mi. Omeri tha nuk mund të t'jap dot besë. Nuk t'jap dot besë se kam frikë. Kam frikë se do shkosh dhe nuk do të kthehesh. E ai ju përgjerua, tha, të lutem, të betohem, tha, në Allah se do të kthehem. Do ta mbaj fjalën që e kam thënë. Por megjithatë Omeri nuk mundi dot që ta lëshonte. Ta do të lëshoj vetëm nëse dikush nga të pranishmit këtu del garant dhe thot se unë garantoj për këtë njeri. U qua një sahabi i madh, një sahabi nga ata që kishte thënë se unë nuk do të ha dhe nuk do të pi derisa i gjithë fisi im ta pranoj Islamin, dhe Allahu kishte bërë që 500 vet ta pranojnë nga fisi i tij. Një sahabi që ishte trim guzimtar me emrin Abu Dharr el-Ghifari. Abu Dharri tha, unë do të dal garant. Ja Emir el Mu'minin. E nëse nuk thehet, tha, jeta ime është këtu për ta dy vëllezërit që ta marrin hak. Edhe shkoi ky i pandehu. Kaloi një ditë, kaluan 2 ditë, nuk u kthye. U bë dita e tretë, ishte gati duke përënduar dielli, duke skaduar afati. Ai nuk ishte askund. E vëllezërit i shkuan Omerit radiallahu anhu, i than duam gjakun ton. Edhe e thiri Omeri Abu Dharrin. O Abu Dharr, ti e di fjalën që e ke dhënë. Afati edhe pak do skadoj, do përëndoj dielli. Unë jam i gatshëm të qëndroj fjalës time, prisi besimtar. Pak çaste para se të përëndoj dielli, të gjithë njerëzit, askush nuk donte që të vritet Abu Dharri. Të gjithë e donin shumë në Medine. Të gjithë prisnin me pa durim ato shfaqjet e ideali. Kur e shohin nga larg, dikush dha shenjë që kishte hyrë atje lart në hurm, tha vjen, të gëzuar të gjithë, të ngazlyer. Kur erdhi ai të gjithë të habitur, u bën një qetësi e madhe, pllakosi një heshtje e thellë. Askush nuk fliste asgjë. E ai erdhi tha, o prisi besimtarve, e kreva emanetin tim. Erdha tani që të zbatosh gjykimin e Allahut në mua. Omeri tha, po përse erdhe o djalosh? Halal të qoftë. Të gjithë menduam se nuk do kthehesh. Përse u ktheve kur kishe mundësi të ikje? E atëherë ai dha një përgjigje shumë të madhe. U ktheva, tha, o prisi besimtarve, se pastaj, tha, do del fjala e do thuan se nuk ka mbetur askush në mes të besimtarve që e mban fjalën dhe nuk do t'i jepet më besë askujt çka kuim. Prandaj tha që ta ruaj këtë cilësi, tha, erdha këtu, le të zbatohet mbi mua gjykimi që ti e ke cilësuar të drejtë. Të gjithë u shtangën, e vëllezërit, të djemt, të bijt, e atij të vrarit, kur e dëgjuan këtë fjalë çfarë thanë? Tan ja Emir el Mu'minin, tha po urdhroni. Tan le ta shkruaj historia, le të dihet dhe le të kujtohet se edhe ne ja kemi falur gjakun këtij djalosh. Po përse, tha Omeri? Ne ja kemi falur gjakun që mos të thuhet nesër se në mesin e besimtarve nuk pas ka asnjë që fal. Që mos të thuhet se pas ka vdekur falja, mëshira në mesin e besimtarve. Ishte një ditë e madhe gëzimi atë ditë në Medine, e mbushur për plot me mësime të mëdha që i ka përjetësuar historia deri sot e këtë ditë. E sot, i dashur xhamat, sa kemi nevojë ne për këtë ndjenjë, sa kemi nevojë për këtë mendësi që pak ta ndalojmë veten, ta mendojmë se veprimet që i bëjmë ne, pasoja e tyre nuk ndalon tek ne. Kalon shumë larg për të nesh, përhapet shumë për të nesh. A nuk e shohim se sot ka frikë njeriu që t'i jap borxh një vëllau të vet musliman edhe nëse është nevojtar? Përse? Sepse aq shumë është shkelur fjala, ka frikë se nuk do i kthehen.
se ashtu është bërë realiteti ynë. Pa nuk është koha të ndalojmë pak, a nuk është koha të mendojmë pak, a nuk është koha të avem parolë të jetës sonë që të mos thuhet se muslimanët edhe 3 pika. Sa herë që të bëjmë diçka, të mendojmë mos të thuhet se vallë muslimanët bën kështu, se ti nuk je individ, ti je pjesë e ummetit. Allahu ju ruaj, Allahu ju bekoft. Vazhdojmë me faljen e namazit të terapit.